Po lajmërohemi nga qendra më e madhe e votimit në komunën e Graçanicës, konkretisht nga shkolla fillore Mbreti Milutin. Pra, kjo qendër është qendra më e madhe e votimit në qytetin e Graçanicës, ku të drejtë vote kanë gjithsej 8.071 qytetar. Ajo çfarë kemi parë gjatë kohës sa po qëndrojmë këtu është një interesim bukur i mirë i qytetarëve, kryesisht qytetarëve serb të kësaj komune për të votuar në këto orë të para të ditës dhe deri në orën 9 nga të dhënat që kemi marrë nga zyrtarët këtu është thënë se kanë votuar gjithsej 174 persona, por këtu të dhëna pra janë deri në orën 9, ndërkohë gjatë kohës sa kemi qëndruar këtu kemi vërejtur një fluks shumë të madh të qytetarëve, pra po besoj po shihet edhe në këto qaste dhe besojmë që numri i personave të cilët kanë votuar deri më tani në këtë qendër të votimit ka kaluar shifrën 200. Nga informatat që kemi marrë nga zyrtarët e KKZ-ve pra në këtë qendër të votimit nuk ka pasur ndonjë parregullsi, të paktën nuk është raportuar ndonjë parregullsi ose ndonjë incident, qoftë në fillim pra kur është hapur qendra e votimit, por edhe më pas pra gjatë procesit të votimit.